forca politike që lufton në mbrojtje. Jo, sot jemi forca politike në kilometrin e fundit, në kilometrin që ecim drejt fitores. Në këtë kilometër të fundit të kësaj marathonet, ne kemi detyra shumë të rëndësishme, detyra dhe detyrime kapitale. Detyra jonë numër 1, që ja u kemi borxh demokratëve dhe shqiptarëve, është ripërtritja. I ka përshyr të gjitha barrikadat që na vunë përpara. E futëm në rreth të kuq narkodiktatorin. Diku e thrasin Ramaduro, të tjerë e thrasin Edi Balluku, kurse ne do të largojmë atë me çdo çmim nga pushteti. Demokratë e demokrat, ja ku jemi këtu, tu themi shqiptarve, se për ne, njerëzit që adhurojnë kombit dhe flamurin e tij, për ne, flamurin kombëtar do mbetet në gjysmë shtiz, gjersa flamuri i votës lirë të shqiptarëve të valvitet krahti. Betejë jonë është betejë për flamur, është betejë për dinjitet kombëtar, është betejë për lirinë e shqiptarëve. Na edhe ripërtritja e partisë është dhe duhet jetë vepra jonë me mashtore. Duhet jetë vepra jonë për të ripërshtrinë nesër Shqipërinë. Duhet jetë vepra jonë për të krijuar shqiptarëve votën e për të rikthyer shqiptarëve votën e lirë. Ripërtritja e Partisë Demokratike pa kupton para zgjithash vizion, po ka program më madhështor se sa programi ynë. Ju garantoj se nuk ka. Nuk ka program më madhështor. Por ky program bombardohet çdo minutë, çdo orë nga mediat e qeverisë, të cilat përsërisin në sintoni se Partia Demokratike s'ka program. Kush nuk ka program? Partia e ëndrave të shqiptarëve. Si nuk ka program? Pa ktheni prak më hapsht. A nuk ishte ëndër antarësimi i Shqipërisë në Këshillin e Europës? Kush e bëri realitet? A nuk ishte ëndër? A nuk ishte ëndër rruga e kombit? Kush e bëri realitet? A nuk ishte ëndër heqja e vizave, arritja e jetës shqiptarëve? Kush e bëri realitet? A nuk ishte ëndër antarësimi i Shqipërisë në NATO? Kush e bëri realitet? A nuk ishte ëndër? A nuk ishin ëndër projektet më të mëdha energjetike të korave, tapi dhe kaskade e Devollit? Kush i bëri realitet? Kush e thot se demokratët nuk kanë program? E thonë ata të cilët nga mëngjesi gjerëndarë mbaj nison e partisë që ju rrëmbeu ëndrat shqiptarëve
e partisë që u shkelmon ëndrat shqiptarve, e partisë që la Shqipërinë për ëndër, partisë krimit. Ne jo. Ne me vizionin tonë do bëjmë që veprat që përbëndëm më parë të duken të mesme në krahasim me ato tjerat. Por s'pari, do të japim përgjigje vendimtare varfrisë së skajshme në këtë vend të bekur. Vend me pasuri natyrore dhe pasuri të tjera më të mëdha se çdo vend tjetër për kilometrat që ka. Ndaj dhe rikthehemi tek ata të cilët numërojnë kafshatën, minimum jetik, 2 fishim dhe 3 fishim në pensioneve, me një objektiv. Unë nuk them se do të kapim Gjermaninë, se do të kapim Italinë apo Francën, por them se do të dalim në kryet rajonit për rroga dhe pensione, sepse kemi qenë, sepse ishim, ne ishim. Pra, vizioni ynë është shqiptarët me të pagurit. Dhe i gëzoj të gjithë punojësit, të gjithë rrogtarët në këtë vend, sa ata do paguhen më mirë se të gjithë të tjerë në këtë rajon. Siguroj voglushët e Shqipërisë që sot në këtë narkoregjim, në këtë diktaturë autoritare janë viktimat më të shumta e më të pafajshme. Se kujdesi i parë dhe më i madh do jetë për ta, dhe se me pagesat për fëmijët dhe minimum jetik, asnjë fëmijë nuk do të jetë i kërcënuar në Shqipëri. Jo. Jo dhe fëmijët, por nënat, merr fund gjysmë rroga me lejet e lindjes. Rrogë plot për të gjithë periudhën. Të rinjt shqiptar, Partia Demokratike me program në saj ka vetëm një qëllim, dhe në më kryesorët, ëndra e tyre të ndërtohet në Shqipëri. Por që ëndra e trive të ndërtohet në Shqipëri, ata duhet të kenë shkollim, duhen punësim, duhen strehim, duhen financime dhe kredi. Ne zotohemi për përparësi absolute në qëndrimin tonë ndaj tyre. Fermerët që tani braktisin masivisht fermat e tyre nga falimentimi, i garantoj se ata të cilët japin 20% prodhimit të këtij vendi dhe marrin vetëm 0,19%, sikur të ishin sklever të shekullit 17, do të kenë mbështetje